Po derisa ka fillu konflikti i armatosën, lufta në Kosovë 98. Kosova nuk ka ekzistuar. Nuk ka ekzistuar. Që dhe vitin 98, 99 gjatë luftës në Kosovë. E zbulun që ekziston në Kosovë, më nëshën me rapje. Ju keni dhënë shumë intervista në për media, keni bajt ligjerata. A ka pas njerëz tjerë aty apo krejt që kjo barë ka ra mbi supet tua? Për ka una shqiptare, veç edhe Bashkim Shehu. Ajo kanë shumë i respektum, ka pasë ardhkre pej mdokët në atë moment pej Budapestit edhe kish një rjet të kogjo transishme të intelektualve të Europës së Lindjes edhe patën vendos një pozitë kogjo transishme në qendrën qendrë kulturë, po se ka në disa institucione spanjole e ish ndim shumë e madhe dhe ish njeri që është shumë antinacionalist, që është shumë majtist, edhe kish debate transishme, po e jemja ish mu gjindë se, për pas kur thash që fola për spanjishte, nuk kish veç me mësu gramatikën, po ish edhe me mu me konë sa ma fluent, sa ma me mujt me ushpreh edhe me mujt me debatu me ta. A ka pas intelektual sërb? Dhe me thonë, kush ka qenë e kundërta e Gani Jakupit edhe Bashkim Shehut në kryesisht. A ka pas sërb atje që kanë qenë profesor, kanë qenë gazetar, kanë qenë artist, që kanë mbrojt, qush me thonë, nuk është njëjti nivel si në Francë, por po. Sërbët janë prezent të nanë, po në për Evropën perëndimore. Ka pas edhe gjendë që vendosën në për situatat mira, që bëshin rjetizimin e tyne, edhe ka herë ose për ka intelektualizmi, ose ka herë thjeshtë për ka bukuria plastike, gjoj e qelshin udhën. Po kundërshtarët mi bile ma me sa ta u dëshën mu bëtë si dyqysh si ma negocius, se për nëshë që me pas kredibilitet, me pas besoshmëni, po ata që konë kundërshtarët ma të vrasht janë konë shpesh janë konë spanjollët. Intelektual, profesor, majtës që e kanë kundërshtu dhe ndërhyrjen e NATO. Pa i profesorat ka pas e pytujnë për fati mirë që nuk ishin as bash qash profesorat mirë, nuk ishin qërëzot, ishin ma te për kabinjet politike, kum pas debat me presidentin ata të ishin sekretarin e përgjeshëm të Partisë Komuniste në Kataloni, për shambull. Ama kish përkundrejt ishin, ose nëherë kum pas një intervjist për Madrid, për një televizion të Madridit të u konve që një gjysore ma tepër. Më kujtoj që gjysore pa të nëbo me i vendos kamerat, gjysore edhe ndërkohë bisedeshëm, gjysore intervjist, edhe gjysore me shmontu kamerat, se kësha një tjetër konferencë, më ka dash me shku tjetër kohën me i lanë në shpi. E kur dalë programi, e kanë prej dhe kanë tjerë vesh një fjali. Se kanë një intervistu tjerë. Ma tepër deshin mu koncentru për shamë se deshin me konë të kishe, se gjdo gazetarë mës me konë i një anshëm. Pa të ngjetë një qift bosnjak, më do këtë që është ma i pajtu shumë. Unë jo thesha të vërteta që nuk, aty nësi u pëlqeshin. Se unë as kam morreti, as kam, që më nësjom kur vjen të punat të dishka humane, nuk jam i një anshëm. Po adhë nuk mundohna me, që shtojnë franqezët, me qitujnë banën teme. Kështu që aty si u përqek, që aty ma tepër këm pas probleme me qata. Qata shërbeke, kjo se për një kom shkruj, me sa më kujtot për çdo gazetë spanjolle, të mëdhaja që kanë për tëna kom shkrujt, se u dashke një fjale, një zonjë intelektualve kosovar, më gjajshin muë.